Smilkovcës tek nena që tu parë. Fari Osmani tregon se si vërshimet kanë shkatëruar kopshtin dhe shtëpinë e tij, e cila gjendet për skaj njerëz nga përroskat që kalon nëpër fshatin Hasanbek. Ai thotë se përroskat e tilla janë ndërtuar shumë vjet më parë për kanalizimin e ujrave që vinë furishëm prej malit nga të rreshurat e shiut, por stuhia e së shtunës ishte fatale për këtë zonë, duke shkaktuar katastrofë natyrore. Duke qenë ndër banorët më të vjetër të kësaj lagje, ai thotë se përroskat nuk janë pastruar, çmoti çka ka pamundsuar kanalizimin e ujrave të rrëmbyeshëm, të cilët kanë vërshuar disa fshatra të këtij rajoni. Me paskon që ato reka që janë konë qelta pi përpara, që tash nuk do të vi këtë ertë që kjo. S'kish me ardhën. Po rekat e zonta, krejt zonta edhe uji s'ka pas ka me shku edhe më ka fshin shtëpia, ka fshin popull, ka fshin krejt çka ka gjetë. Ekspertët e BE-s prej 2 ditësh po vëzhgojnë në terren infrastrukturën e kanalizimit për të detektuar shkaqet e këtyre vërshimeve dhe pasojat që kanë sjell. Martin Klauke thotë se sistemi infrastrukturor i vjetruar, mos respektimi i planit urbanistik dhe faktori njeri kanë ndikuar që kanalet të mbushen, mos të pastrohen dhe të vjen deri tek kjo katastrofë natyrore. Duhet të analizohet kapaciteti i kanaleve të drenazhit dhe ato duhet të mirëmbahen. Gjithashtu ekziston mundësia që planifikimi të mos ketë qenë në rregull. Shtëpit mund të jenë ndërtuar aty ku ndodhen vërshime, kështu që, edhe pse vërshime ndoshta nuk mund të shmangen, megjithatë shumë çka mund të bëhet për të zvogëluar pasojat e tyre. Mekanizmat e mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian janë aktivizuar në terren me kërkesë të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Njësitet e 2 institucioneve do të vazhdojnë të bëjnë vëzhgimin e gjendjes në terren dhe të bëjnë vlerësimet e dëmeve materiale në cilësinë e këshilldhënies për autoritetet vendore me qëllim të tejkalimit të krizës emergjente sa më lehtë.